pretendimet e Kurtit për t'i marrë të gjitha pozita dhe për t'i uzurpuar janë të pakapshme për çdo njeri. Vendi sipas jush politikisht po shkon drejt zgjedhjeve të parakohshme. Kjo është ajo që Kurti po e don, për shkak se Ai po ju thotë juve jo, opozita po e don, nuk po don marrëveshje opozita, po don pushtet më shumë se sa që i dha popullin. Në fakt, nëse bazohemi tek këto fjalë që i thot Kurti, ne kemi deklaratat e tij të mëhershme, kur thotë që s'ka rëndësi që je i pari i shtetit, i pari më i votuari, për shkak se edhe Miloševići dhe Hitleri kanë qenë më të votuarit. Por, në fakt, po e bën të njëjtën gjë që ai dikur e kundërshtonte. Nëse kërkon bashkëpunim politik me PDK-n apo me cilën do parti, bashkëpunimi duhet të ndodhë, por ai nuk po e don këtë gjë. Ai nuk ofron asgjë në takimet. Çka po kërkon sipas jush Kurti? Në nështrim? Po kërkon në Të nështrim, renditeni patjetër. në një vit të gjithë dhe t'i thuni gjithçka okay? Po kërkon në nështrim dhe po kërkon zgjedhje të reja me shumë gjas në fund të dhjetorit, në mënyrë që ta shfrytëzojë mërgatën, e cila fatkeqësisht nuk i ka informatat e sakta se çfarë po ndodh në Kosovë. Po PDK-ja çfarë po kërkon? PDK-ja po kërkon konstituimin e kuvendit, zgjedhjen e kryetarit, zgjedhjen e nënkryetarëve, ashtu siç e parashë rendi dhe ligji. Por gjithë rrëfimi nuk ndalet me këtu, me konstituim të kuvendit. Arsye pse vendi shkojnë në zgjedhje të jashtëzakonshme me shtatë çështori të tema presidentit. Kjo temë është e njohur edhe tani. Në horizont nuk ka marrëveshje për këtë temë fare. Është Kurti tamaqar sipas jush, po tregon tamaqar me PDK-n? Në fakt është pak me thonë tamaqar. Ai don Tamaqari të pango gjitha për lakmitar, pushtetet po. vet. Knej kërkon bashkëpunim, por Knej nuk ofron asgjë. Kjo nuk ndodh askund në botë. Ndodh vetëm me qeverinë e Kurtit. Pushtet nuk po kërkoni më shumë se sa që keni marrë vota. Aq sa kemi marrë vota, edhe aq sa i duhemi Kurtit për ta krijuar qeverinë. Po të pyetesh jo, a do të hyje me qef në koalicion me partinë e Kurtit? A do t'i besojë një pakti të tillë, një marrëveshje të tillë, që vetë zoti Kurti do ta mbante fjalën? Në fakt, kjo është shumë e vështirë për t'i besuar, por duke menduar gjithmonë qytetarët, të cilët janë lodhur me zgjedhje, të cilët shohin çdo ditë trazira politike, sepse ka ardhur koha që mund t'i quajmë trazira politike për shkak të ngjarjeve të fundit që ndodhen. Unë do të kërkoja bashkëpunim me lëvizjen vetëvendosje vetëm me një kush, duke mos parë zgjidhje tjetër. Përndryshe nuk do të bashkëpunoja me të, vetëm me një kush. Nuk po shih që i beson hiç zotit. Jo, absolut. Por për hir të Je aktive edhe qytetarëve, në Facebook. Bën komente mbi politikat më shumë nacionale se sa ato lokale. e vërtet për shkak se ngjarjet po zhvillohen më shumë në nivelin nacional.